Habit mjeku, jap se duhet të hani mollë pas çdo vakti. Mollët janë ndër frutat më të konsumuara në të gjithë botën. Kjo nuk lidhet me faktin se gjenden në çdo stin të vitit ose çmimit tyre modest, por sepse janë të pasura me shumë vlera ushqyese. Mollët përmbajnë antioksidantë dhe shumë fibër natyrale të cilat ndihmojnë në eliminimin e toksinave dhe lehtësojnë tretjen. Një mollë në ditë nuk mban vetëm doktorin larg për një vit, por furnizon organizmin me shumë përfitime. Ofron përfitime të mira për shëndetin e zemrës, pasi ato ulin nivelin e kolesterolit të keq dhe parandalojnë formimin e pllakave në arterje. Kanë efekte diuretike dhe përmirësojnë shëndetin tuaj tretës. Ndihmojnë në zbardhimin e dhëmbëve duke qenë se janë një zgjidhje shumë e mirë për të forcuar procesin dentar. Zvogëlojnë rrezikun e prekjes nga sëmundja e Alzheimerit dhe ndihmojnë gjithashtu të ndjeheni më të ngopur dhe të evitoni në këtë mënyrë konsumin e kalorive të tepërta.